Live from Tirana. Live from Tirana. Ju përshëndesim të gjithë nga Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka. Si çdo ditë, si çdo javë tjetër, ne vazhdojmë transmetimin ton maraton nga hëna të premte prej orës 10:00 deri në orën 12:00. Gati 120 minuta live në valët e Top Radio, online nga çdo cep i botës dhe në platformat tona sociale, gjithandej Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, nëse ky fundit ende vazhdon të jeti aksesueshëm për të gjithë ju. Edhe sot do diskutojmë ngjarjet më in të momentit, qofshin ato showbiz, por gjithmonë ne mundohemi të ndërthurim me gjërat sociale, pra mos mbetim vetëm tek showbizi. Pra edhe këtë Big Brotherin që ne diskutojmë në studio, që është e pamundur të mos e diskutosh, e diskutojmë si një eksperiment social se si mund të reagojmë, si mund të veprojmë më mirë në përditshmëri. Dhe gjeni pak për çfarë do flasim në pjesën e parë, për atë që është highlight kryesor i momentit në të gjitha mediat online, në të gjitha studiot televizive apo në të gjitha kafet e lagjës, ku të gjithë diskutojnë për një raport që në dukje mund të jetë i çuditshëm, por psikologë e sociologë të ndryshëm e thonë shpesh që është një fenomen në rritje. Toksiciteti, pra marrëdhënie toksike dhe mbi të gjitha lidhur me atë çfarë Egli vendosi të shtunën të bënte, të rikthehej në shtëpinë e Big Brother, aty ku shpirti i saj u lëndua nga një djalë, të paktën siç thotë ajo, vendosi të rikthehet dhe ne do të diskutojmë të gjitha këto në studio. Jo a bëri mirë, a bëri keq Egli, por le ta kthejmë këtë gjë në përditshmëri. Kur dikush nena së mur shpirtin, a e lëndon shpirtin, a ja vlen të rikthehemi fizikisht pranë tij, ndoshta jo për të rikrijuar një raport, por thjesht për të qenë aty. Për të diskutuar me këtë do të jemi me Bona Michael, psikologe, mikesh tashmë e këtij programi, e cila me energjinë e saj pozitive do të na japi një javë të mbar. Bona, mirë se vjen në program. Të falenderoj shumë, e vlerësoj shumë ftesën tuaj Ronaldo dhe mendoj që është një ndër temat që ka prekur shumë shoqërinë tonë, sidomos brezin e ri. Po si ka mundësi pra që është kaq i pranishëm toksiciteti në këtë vend? Pse e duan? Madje unë shoh dhe dëgjoj të rinj që e dinë që kjo X raport mund të jetë toksik dhe i shijon. Thjesht edhe për audiencën që na dëgjon, në fakt fjala e toksicitet ne mund ta themi mikrofonit, lutem. Po, patjetër. Domethënë mund ta përshkruajmë si një marrëdhënie, një lidhje të pashëndetshme. Që është sepse shpeshherë dëgjoj njerëz që thonë kjo dashuria e pashëndetshme. Në fakt nuk ka dashuri të pashëndetshme, sepse dashuria në vetvete gjithmonë bën gjëra për të tjerë. Nëse është e pashëndetshme, nuk është dashuri. Nuk është dashuri, nuk është ne mund ta quajmë një lidhje të pashëndetshme dhe në fakt për njerëzit që na dëgjojnë ne mund të shikojmë ato sinjalet e një marrëdhënie të pashëndetshme. Në fakt, kur një marrëdhënie fillon gjithmonë e bukur, gjithmonë është alkimia e momentit, por pastaj duhet jemi të kujdesshëm për të parë se si zhvillohet kjo lloj marrëdhënie me partnerin. Dhe ka disa sinjale, pra sinjale të tilla si kur personi ndjehet i papar, i parëndësishëm, kur ndjesit minimizohen, pra kur ti ndan një problem ose një ndjesi që ka të bëjë në marrëdhënie me personin, gjithmonë kanë tendencën për ta minimizuar atë ndjesinë kur ti ndjesh e mërzitur, e trishtuar. Kjo vlen edhe për djemt edhe për vajzat. Diçka tjetër. Një studim djes po thoshte që shumica e personave që kanë doza narcisizmi dhe është gjinia mashkullore. Nuk mund të themi që nuk është prezent nga gjinia tjetër, por kryesonin meshkujt, po lexoja një studim, në fakt nuk e mbaj mend ku. Yes. Është shumë e vërtet kjo, sepse gjithmonë ne na pëlqen ndjenja e kontrollit, kur ne kemi kontroll mbi të tjerët, mbi ndjesitë e dikujt tjetër, mbi mendimet e dikujt tjetër. Tani, çfarë ndodh me palën tjetër? Pra kemi atë narcisistin, por kemi dhe viktimën. Dhe tek pjesa dua të ndalem pak tek pjesa e viktimës, sepse shpeshherë njerëz që bien pre e një marrëdhënie të pashëndetshme janë ata njerëz që kanë një vetvlerësim të ulët rreth vetes tyre. Pra kur ata
ndjen veten që nuk janë të mjaftueshëm, që nuk kanë potencialin e tyre. Jo se nuk e kanë, ata e kanë, por nuk e dinë që e kanë. Dhe gjithmonë dhe lejojnë që të manipulohen nga personi tjetër. I ka bërë përshtypje edhe njerëzve për Eglin që thonë se ka mundësi një zonjë, grua, kaq e fortë që arriti të humbte shumë kilogram dhe të kthej të kishte një lifestyle të shëndetshëm, të kalonte pas një lidhje, një ndarje të vështirë. Kjo i ka bërë përshtypje njerëzve. Do të thonë njerëzit nuk e prisin që Egli ta kishte këtë mungesë vetbesimi që të lëshojë tëra. Unë në fakt Ronaldo nuk e njoh Eglin personalisht dhe ka marrë këtu jo për të paraqituar Eglin, por për të analizuar si një fenomen. Marrim shkas nga Big Brother, se është një eksperiment social, por ne absolutisht i shërbejmë dëgjuesve për rastet e përditshmërisë. Patjetër, unë mendoj që ka disa arsye. Mendoj që unë e kam thënë edhe në disa intervista të tjera që shpeshherë ti mund të jesh një person shumë i fortë, mund të kesh një energji emocionale shumë të lartë, por marrëdhënie toksike mund të shkatrojnë edhe të sabotojnë edhe një person që është i fortë. Shkojnë edhe të fortët. Dhe unë mendoj që Egli është një vajzë e fortë, por mendoj që ndoshta në jetën e saj dhe unë për aq sa kam dëgjuar që edhe në një marrëdhënie të kaluar ajo ka pasur një traumë dhe nuk e di nëse ajo këtë traumë e ka të shëruar tashmë. Dhe mua më vjen shumë keq, por ka shumë njerëz që janë të fortë në karrierën e tyre, janë të suksesshëm në shumë fusha të jetës tyre, por kur vjen momenti te pjesa e ndjesive, gjithmonë bien pre, nëse ka një traumë të pashëruar në të kaluarën, gjithmonë do bien pre një manipulimi dhe që do sabotohen, pra është një pjesë e shpirtit të tyre që fatkeqësisht shkon drejt dëmtimit dhe lëndimit. Dhe kjo ka ndodhur dhe me Eglin. Unë dua të theksoj që për 10 ditë që Egli doli, nuk mendoj që është një ky shërimi, nuk mund të shërohesh për 10 ditë. Dhe për aq sa kam parë unë thjesht nga body language, nga gjuha e trupit, edhe ndoshta edhe nga toni i zërit të saj, unë mendoj që ajo ka ardhur, nuk ka ardhur e shëruar. Unë pashia edhe atë mbrëmje kur po jepte intervistën tek Ledioni që zëri i dridhej, sy kishte me lot. Ledioni shtrëngonte dorën si një shenjë që çdo gjë do të shkojë mirë. Pra, duke që e kuptoj atë që po thua. A mund të shërohemi ne, Bona, duke shkuar pranë personit që na ka lënduar, qoftë ai mashkull apo qoftë ajo femër? Menjëherë pas reklamave. Live from Tirana. Live from Tirana. 10:21 është ora eksakte në këtë moment. Ne vazhdojmë të jemi në transmetim të drejtë për drejtë dhe jemi duke biseduar me Bona Michael, psikologe, për këtë fenomenin kaq shumë në trend, raporte toksike. Dhe unë dam nga pjesa e parë e programit përpara se të shkojmë në reklama me pyetjen që a mund të shërohemi duke shkuar pranë personit që na ka helmuar shpirtin. Pra, thon kjo, Egli vendos të rikthehet në Big Brother, po duke e ditur që aty është dhe gjesti. Domethënë nuk dua të them që kishte faj gjesti apo kishte faj Egli, po ishte personi që i shkaktojnë ndjesi jo të mira. Çfarë ndodh, Bona? Pra, duhet t'i kim larg këtyre personave, a mund të rikthehemi edhe për hakmarrje, por harpa hakmarrja, gjësi e helmon më shumë shpirtin. Shikoj, po të mendojmë rreth fjalës toksicitet. Është e përkthyer në fjalën varësi. Dhe varësia në fakt, po ta shikosh, nëse ti ke një varësi drejt alkoolit ose drogës ose një varësi të caktuar ku ti nuk mundesh dot të heqësh dorë, atëherë ajo bëhet një gjë e pashëndetshme. Edhe në marrëdhënie toksike është një lloj varësie, gjë që është shumë e pashëndetshme dhe shumë dëmtuese, si në ndjesitë, si në mendjen, si në identitetin e personave që janë viktim të një marrëdhënie toksike. Që do të thotë që shumë e rëndësishme që gjëja më e shëndetshme që në këtë moment një person duhet të marrë është të kuptoj rëndësinë e gjendjes
të vështirë që është duke kaluar, sepse shpeshherë njerëzit sikur e marrin si për një gjë normale, s'ka gjë, le të jemi në një marrëdhënie toksike, por frikë e di pse njerëzit nuk heqin dorë nga marrëdhënia toksike, se kanë frikën e vetmisë, nuk duan të mbeten vetëm, por thjesht vetëm fizikisht, se mund të jenë me një person që është toksik fizikisht, por thjesht ndjesia e frikës së humbjes së personit, sepse nga që janë të investuar emocionalisht, janë të lidhur emocionalisht me shpresën që personi tjetër do ndryshojë, do jetë një person më i mirë në të ardhmen. Kështu që japim vetes një shpresë të kotë. Është shumë e vështirë. Patjetër ka shpresë, por një person narcisist në radhë të parë duhet të kuptojë gjithë karakteristikat që ai vetë të kuptojë që është një narcisist dhe të marrë ndihmën e nevojshme që në këtë rast. Po narcisistët e dinë në subkonsciencë që janë narcisistë, e dinë ato që janë duke dëmtuar dikë tjetër? Patjetër që e dinë. Patjetër, por unë kam thënë në një intervistë tjetër Ronaldo këtu bashkë me ty që shpeshherë narcisistët kanë qenë vetë të lënduar. Dhe për shkak sepse kanë pasur lëndime, trauma, ku janë ndier tepër të lënduar dhe nuk janë të shëruar, e kthejnë s'ka gjë. Beroza e Bigut ka ardhur dhe kthejnë. E kthejnë traumën, pra e kthejnë në një sulm për personin që kanë përballë. Kështu që është si një lloj, si një efekt domino, që një narcisist nga që ka qenë vetë i lënduar, lëndon të tjerët. Ka njerëz që thonë që ka njerëz që janë të lindur narcisist. Në fakt nuk lindesh. Bëhesh për shkak dhe shpeshherë situata të vështira në jetën e tyre që kalojnë nga mosha 0 deri në 18 vjeç, është pra kjo sezoni ku ka më tepër trauma, dhe nëse këto trauma nuk shërohen, narcisistët janë fiksi ajo që kemi lexuar në fakultetin e psikologjisë, që vajti e pa vetën në reflektimin në një liçeni, u dashurua ai shumë, donte të ta puste ta përqafonte dhe u mbyt në liçen pastaj, Është shumë e vërtet, po, dhe në fakt narcisistët përveç se duan të kenë viktimë në jetën e tyre, por i pëlqen edhe shumë vetja. I pëlqen vetja, duan që të kenë kontroll, duan të dominojnë. Për të sqaruar të të pëlqejë vetja është shumë për të të pëlqejë në dozat e mbi dozave. Pra mungesa shpeshherë në jetën e tyre ata kanë pasur një mungesë të theksuar të vëmendjes, që mund të ardhur ndoshta nga prindërit e tyre, nga familja e tyre, nga mësuesit e tyre. Pra një person shumë i rëndësishëm në jetën e tyre që ata nuk e kanë marrë këtë lloj vëmendje që duhet të ishte e rëndësishme në jetën e tyre, dhe për shkak sepse kanë një mungesë të theksuar të vëmendjes, e kërkojnë vëmendjen në mënyrë të pashëndetshme, duke kontrolluar, duke dominuar, duke manipuluar, duke vendosur fajin tek të tjerët, në mënyrë që të largojnë atë ndjesinë e dhimbjes nga jeta e tyre. Viktimat e narcistëve mund të kthehen dhe ato në narcist? Pra një viktim mund të kthehet në narcist? Mendoj që ka raste që një viktim kthehet në narcisist, por janë raste shumë të rralla, sepse siç e thashëm përpara, viktimat janë ata njerëz që kanë një vetvlerësim shumë të ulët për veten e tyre, por ato mund të ringrihen. Pra një person që kalon në një lidhje toksike, në radhë të parë duhet të evitojë ambientin toksik. Që do thotë Egli duhet ta evitonte këtë. Duhet ta evitonte. Patjetër, unë mendoj që për 10 ditë unë në fakt kam pacientët e shumë që vinë nëse kanë një ndjesi ankthi, sepse ankthi në të vërtetë është një shqetësim. Çfarë do të thojë ti Eglit nëse ajo do të konsultojë me ty? Unë në ratë parë do të thoya Eglit që Egli është një vajzë shumë e fortë. Unë e di që Egli ka shumë potencial në jetën e saj, dhe ajo unë e shikoj që ajo ka bërë shumë punë me veten e saj. Megjithatë, unë mendoj që kam ngecur pak në këtë ndjesinë, në këtë marrëdhënie që mendoj që akoma nuk është shëruar. Dhe do t'i thoja Eglit që të vazhdoj të kërkoj ndihmë, në fakt ndihma për të shëruar, duke patur një konsult me psikologët për një kohë të gjatë, mund të jetë edhe një vit, pse jo, në mënyrë që t'i lejoj vetes të kuptoj se sa e çmuar është dhe sa e rëndësishme, dhe që gjesti në këtë rast
ai vjen nga një kaluar ndryshe nga Egli, që ajo duhet të kuptoj që një rast i tillë do t'i mësonte asaj shumë që herës tjetër të mos lejoj të tjerët që të kontrollojnë ndjenjat e saj. Pra Egli në këtë rast po të fliste me mua, unë thjesht do ta këshilloja që të mos futeshe në Big Brother, sepse unë e shikoj që ajo është e vërtet në ndjesitë e saj. Unë e shikoj që ajo body language, mënyra e të folurit, edhe momentet kur unë shikoj lot në sytë e saj, edhe kur ajo nuk qan, duket që ajo është duke, dhe ajo ka dhe një presion, mendoni pak, ne të gjithë kalojmë në presionet e përditshmërisë tonë, edhe me njerëzit që i kemi afër nesh. Mendo pak, Egli që po e shikojnë ndjes bona, po ato të Big Brother të kanë faj, se erdhi Miki sot këtu, ishte Miki që u eliminua të shtunën, ishte në wake up sot, do këtë cilë këtë virozën e Big Brotherit. Po, edhe unë kam kaluar 3 herë virozën. E të mërshme. Bona, ke një ditë ngjeshur, është të hënë, edhe unë të falenderoj shumë për kohën që ndave me ne sot në Live from Tirana në Top Radio, edhe s'po të mbaj më gjatë për të vazhduar agjendën tënde, dhe të falenderoj në fakt që gjen gjithmonë kohë të japësh një këndvështrim që dëgjuesve të kësaj radioje dhe jo vetëm i duan kësaj shoqërie. Faleminderit Ronaldo, unë thjesht dua të bëj një mesazh inkurajues për gjithë njerëzit që na dëgjojnë, që gjëja e parë që mund të bëni për veten tuaj është që të kuptoni që ju keni potencial, që keni vlerë, dhe që sa herë që nëse ju përballeni me persona toksik në jetën tuaj, mundoni që t'i shmangni. Pra të mos jeni afër tyre. Qartë, pastër, bukur, pa gabime. Zonja dhe zotërinj, faleminderit për vëmendjen tuaj. Ne do të shkojmë në pak reklama dhe rikthehemi pas pak, sepse një super lajm të bukur kam për t'ju dhënë. Edhe muzika e mirë vazhdon, kështu që hajt natën e mirë të thosh të gjesti. Rikthehemi pas pak. Zonja dhe zotërinj, një rikujtesë e vogël për të gjithë ju që sapo e keni ndezur radion. Ishim para pak çastesh në studio me psikologen Bona Michael, duke diskutuar marrë shkas pra nga Big Brother VIP tek rikthimi i Egli Takos, që a mund të shërohemi duke shkuar pranë personit që na ka lënduar e na ka helmuar shpirtin. Gjithë hipotezat e psikologës Bona Michael mund t'i rigjeni sot në kanalin tonë zyrtar në YouTube për ju që na keni humbur. Ndërkohë ora eksakte është 10:38 minuta. Ju rikujtoj, siç e tham në kryet herës në Wake Up me opinionisten Mardiola Basso, do të jemi në orën 11:00 për të diskutuar këtë herë rikthimin e Eglit, por jo nga ana psikoemocionale, por nga ana e lojës. Çfarë parashikon ajo, se si mund të shkoj kjo lojë e më the e të thash. Ndërkohë, për të gjithë ju që prisni një lajm të bukur sot, shumica për ju që kanë marrë lajmin e bukur, se ne kemi ditë që e themi, por për ju që nuk e keni marrë ende, mos harroni se muaji mars, i cili vazhdon, se është goxha i gjatë, është vërtet super spektakolar në platformën digital, sepse aty keni gjatë këtij muaji Big Brother VIP në 2 kanale ekskluzive live 24 orë, Formula 1, ndeshjet e kombëtares kuqezi të Dardanëve, si dhe programe fantastike në çdo kanal, me një eksperiencë të jashtëzakonshme me anë të aplikacionit digital. Shkarkojeni ato në çdo Smart TV, regjistroni dhe abononi me ofertë speciale si asnjëherë më parë vetëm këtë muaj. Kështu që nxitoni të gjeni pikën tuaj më të afërt fizike të digital ose online në digital.al. 10:39 është ora eksakte në këtë momente. Monday është e hënë, data është 17 mars, kështu që ne do të rikthehemi me njëherë pas fleshit informativ nga kolegët tanë të redakcisë së informacionit pas orës 11:00. Tashmë do të shkojmë tek një artiste shumë e dashur shqiptare, e cila për shkak se është duke pritur fëmijën e saj të parë në jetë, një djalë, e kam fjalën për Dafina Zeqirin, e cila është pritur të ëmbël, pa kohë para e njoftoi nëpërmjet një postimi në social media që do të bëjë një pauzë nga muzika. E logjikisht se do duhet i përkushtohet djalit të saj të parë. Alo, Dafina Zeqiri na shkëput për momentin. In Love Today
Gjej na rikthen sërish në program. Jemi në live from Tirana, 11:10 është ora eksakte në këtë moment, në këtë të hënë të datës 17 mars, dhe siç ju lajmëruam në krye të herës në Wake Up, do të kemi tashmë me Mardiola Baco. Un kam qejf ta quaj tashmë opinioniste të studiove televizive, e cila godet me opinionet e saj. Her pas here merr dhe një vrull komentesh online, pasi ajo zakonisht synon të thotë të vërtetën, por gjithsesi, Mardiola, mirë se vjen në program. Mirë se ju gjeta. Si është rutina të hënës zakonisht për ty? Domethënë ti je nga njerëzit që e do të hënën apo e urren të hënën? Absolutisht jo. Nuk e do. Nuk e dua. Se? Unë dua vetëm fundjavë. Fundjavën dhe natën. Dhe natën. Nuk e di. Jam nokturne. E di ti që dhe mua më pëlqen nata, madje do doja të punoja natën, në sensin që kam më shumë energji, jam më fleksibël. Dita mendoj është për të zakonshmit. Studime pas universitare në Suedi, ka rastisur që ishte periudha e korrik, gusht, shtator, tetor. Dhe koha ishte e mrekullueshme sepse kishte vetëm një farë periudhe 15 sekondëshi natë dhe vetëm ditë, dhe aty kam kuptuar automatikisht që unë jam një shëndet fjalë vërtet. Virozat po fiks fjalë vërtet. E bra për shaka. Kam kuptuar që unë dhe dita e vazhdueshme nuk shkojmë fare bashkë. Do doja që të kisha shkuar në një vend tjetër që është në Danimarkë, i cili është vetëm 24 orë natë. Natë, krye për tekste. Do vuaj pak për vitaminën D, po gjithsesi. Gjithsesi unë prap vuaj e marr shotsa. Interesante. Mardiola, futemi direkt në temë. Nuk mund të mos e mohojmë që kryefjala e ditëve të fundit është rikthimi i Egli Takos në shtëpinë e Big Brotherit. Si shikuese? Egli Aleksandra Tako. Aktore, regjizore, teatri dhe këngëtare. Pikërisht kthye sepse është një aktore, është një këngëtare, regjizore teatri. Këtu i ke, domethënë, pastaj mund ta shtjellojmë komplet. Mund ta shtjellojmë pak përgjigjem pse u rikthye Egli Tako. Domethënë një person që del dhe thotë që përpos gripit unë isha dhe e rënduar emocionalisht, piva antibiotik, tha gjithashtu Egli. Dhe më dhanë efekte anësore. Për 9 ditë rikthehet në shtëpinë e Big Brotherit. Unë e vlerësoj si personazh, goxha. Duhet thënë, është një personazh i cili që ajo e ka ndërtuar. Nuk është një personazh që ne e kemi ndërtuar, ne thjesht e kemi besuar. Kemi arritur ta besojmë si audiencë, dhe kjo këtu është suksesi, kur ty publiku të mbështet dhe ty publiku futet në atë energjinë që personazhi krijon. Ajo është një personazh i shkëlqyer. Ti mendon që ajo që Egli po shfaq në ekran është një personazh i krijuar nga ajo nuk është Egli? Absolutisht. Një person i cili ka probleme të shëndetit mendor, qoftë edhe shumë të vogla, do ta kishte shumë të vështirë të përballonte përballjen shumë të madhe, presionin shumë të madh social. Ajo krijoi situatën, doli pas ç'bëi vërdall, do ta them me fjalë shumë të thjeshta, s'është nevoja të përdorim tani. Si veprat e Tolstoit, po 9 ditë qëndroi jashtë, plot 9 ditë. Plot 9 ditë janë mjaftueshëm, 9 është dhe numër fati, janë më se mjaftueshëm për të rikthyer shumë e fuqishme, qoftë thjesht edhe për qëllimin e saj, për të qenë në qendër të vëmendjes, sepse ajo tashmë po e bën lojën e saj, po ul komplet personazhin e gjestit. Vërtet e mendon kështu? Patjetër nuk është, Egli është adhuruese e personazheve të famshëm. Kjo është një edhe në psikologji. Ka një pëlqim për të arritur suksesin e saj nëpërmjet personazheve të famshëm. Po duket është shumë e dukshme. Po për shembull ku e kupton? Po e kuptoj tek mënyra se si ajo i targeton këta persona, sepse si ajo a harin edhe bëhet protektive ndaj këtyre personave dhe thjesht edhe qartë për të arritur suksesin. Ajo te këta persona çelësin e suksesit vet. Po si shpjegoj? Dhe nuk është as pak keq, duhet të thënë kjo. Ne të gjithë jemi oportunistë në jetën tonë. Në një farë forme ose jo, apo jo, nuk mundemi ta mohojmë. Jetojmë në një botë materiale, ne jemi thjesht materie dhe duhet patjetër ta materializojmë jetën tonë. Ku është e keqja këtu? Aman, nuk duhet të bëhemi dhe të veshim atë perden e ignorantit, unë ta thosha sinqerisht,
është bukur kur e beson një personazh, por me që ajo është një reality show, duhet analizuar edhe realiteti aty brenda. As pak nuk është e dashuruar, as pak. Vërtet? Po ja, pra. As e dashuruar, as e lënduar thua ti? E di sa e madhe është dashuria dhe sa rrugtim do njeriu drejt dashurisë. Sa? Aq sa të gjithë i shkruajnë, i këndojnë, i dedikohen dhe shumë pak besoj e kanë gjetur. Aha. Po më duket si një kjo biseda më duket si një terapi kështu në intimitet me një. Është interesante në fakt mënyra se si ti e sheh Eglin. Domethënë unë tërsi njerëzit nuk i shoh atë çka paraqesin, atë veshjen që veshin në mëngjes. Sepse nuk e kisha dëgjuar më parë këtë lloj këndvështrimi që ajo që Egli po bën është një personazh në fakt dhe nuk është e vërtetë ajo saj. Ti thua është personazh edhe kur ajo ishte në studio tek Arriga me Ledionin që kante. Pikërisht. Aha, që tha unë do rikthehem për të vendosur ditën tim në vend. Zoti i madh, ajo ishte, unë nuk e di, këtu më pëlqen të je një dash i mirëfillt detajist, sepse ishte veshur në fustan të bardhë, sepse patjetër fustani hakmarrjes, për mos ta veshur të zi për të bërë atë personazhin negativ. Ajo kur është futur në Big Brother, është futur në fustan të zi. Dhe kur rikthehet në Big Brother, i veshet me një të bardhë. Çerek velloje, le ta themi kështu. Që do të thotë nusja që ti nuk do të kesh kur. Tani të lutem. Mendon ti që ajo këtë herë mund të rikthehet sërish në krevat me gjestin? Edhe mundet, patjetër. Njeriu që do të arrijë. Si do justifikoj këtë gjë? Sa ajo tha unë dua të vendos sërish. Ndjenjën, pikërisht lotët që bërin në Karige me Ledionin, ishte ajo. Ishte ai karemi për publikun, karemi për audiencën, karemi për gjestin, karemi për çdo që shiko, njeriu kur krijon, shkrimtari, krijuesi, regjizori, gjithkush që krijon, qëllimi i tij kryesor është që produkti që ai apo të shitet dhe të konsumohet ose krijimtaria e tij të jetë e gjallë, të vijë gjallë. Dhe ne të gjithë po konsumojmë Egli Takon këtë ditë. Patjetër, unë do ta quaj Aleksandra, më pëlqen më shumë se Egli duket shumë simple dhe Egli duket shumë cheap. Egli ishte ajo e para, tani është Aleksandra Tako. Aleksandra Tako. Bëjnë jingle të Aleksandra Tako. U rikthye në Big Brother VIP. Po mirë, si e shpjegon faktin që kur ajo doli jashtë, pati një rritje të ndjeshme ndjekësish, por në 24 orë të fundit në rikthimin e saj ka humbur shumë ndjekës. Po, sepse ne si popull kemi ne nuk të ndihmojmë kur. Ne nuk e dim çfarë është të ndihmosh dikë. Ka njerëz specifik që thonë kush je ti që e thua këtë sa unë ndihmoj. Ti që në momentin që e përmend nuk e ndihmuar. Okej, po thjesht ke kënaqur veten tënde, kështu që dhe njerëzit në raste të tilla ndjejnë empati sepse ju duket sikur bëhen njësh me personazhin, edhe ndjejnë atë keqardhjen. Domethënë nëpërmjet të mëshirojnë dhe nëpërmjet të mëshirojnë vërtet. Nëpërmjet kësaj ata marrin atë fitimin e tyre që shiko, unë jam mirë, unë mund t'ja dal kësaj situate, ndërkohë ti jo. Ua sa keq më vjen për ty. Unë jam më mirë se ty. Edhe po të mbështes. A ka shanse që Egli Tako t'i marrë Big Brotherin gjestit? Pas muzikës. E dëgjojmë për ligjen e Mardiolës, se kam përshtypjen që edhe për këtë do të ketë një këndvështrim shumë interesant. A ka shanse Egli Tako që t'ja rrëmbej Big Brotherin gjestit? Absolutisht jo. Jo. Jo, do t'im pak vëmendjen një rëmbeu javën 9 ditëshin e saj të famshëm, 9 ditë e gjysë. Por, ja, absolutisht. Nuk e beson këtë. Ja, nuk e besoj, sepse Egli, mua më lind pyetja çdo të prodhoj Egli pas Big Brotherit. Pas Big Brotherit. Po ka disa opsione. Ma thuaj për shembull. Të tjerë ndison. Një për shembull mund të jetë opsioni nëse rikthehet Dancing with the Stars. Dhe ajo mund të jetë si konkurrente. Po, është konkurrente dhe ka fleksibilitet, mund të një opsion. 2 mund të bëj këngë? Nuk është karizmatike aq shumë për ato këngët me prerje venash kanë një audiencë të caktuar e cila nuk shkon më shumë se nuk janë këngëllabës që mund të prodhosh lek me ato balade. Okej, iku dhe kjo. Njeriu që të jetë
prodhimtar, do ta them në fjalë shqip, prodhimtar i një audiencë shumë të gjerë, janë njerëzit gjithmonë karizmatik dhe njerëzit të cilët kanë një energji mbi normale. Jo arsyetues të mirë. Unë nuk mund bëhesha dot. Unë kam një zë shumë të mirë për të kënduar sepse kam qenë këngëtare vogël, por nuk kam atë lloj karizma për të shitur muzikë. Okej. Opsion tjetër mund të jenë reelsat e Instagramit me kremra fytyre. O zot, stopit asaj rutinës me 7.777.777. Dakor jam, po bëjnë lekë ato reelsat. Çfarë lekësh bëjnë, të lutem Ronaldo, është pa 1.000 euro reels se mund ta marrja ajo pas bigut. Do bësh me 2.000 euro. Din pyetja. Po dëgjoj. Pra çfarë mund të bëjë Egli pas Big Brotherit? Asnjë gjë? Përveç se do prodhoj një dramë. Po pra, do e vazhdoj dramën e saj me Gjesti. Sepse ajo do ta vazhdoj shumë pak, se besoj më shumë. Gjesti nuk do ketë kohë, do ketë koncerte, do ketë, kështu që filma, jo gjëra, çfarë mund të bëjë Gjesti, po. Automatikisht që nuk ka kohë. Po kjo mund të shkojë nga pas Gjesti nëpër koncerte. Atëherë do të thosha vërtet që problemi për ndjekses do marri Gjesti urdhër mbrojtje dhe e kuptoj. E qartë. Harrojeni këtë pjesë. Për te shakave, se po e bëjmë shumë të lirshme këtë bisedë. Jo, po e bëj vetë të lirshme, më pëlqen më shumë kështu, jemi në mëngjes se nuk mund të bëjmë jashtë. Po pra ka nerva njerëzit tani na dëgjojnë. Njerëzit duan të kënaqen, janë të lodhur, unë e them gjithmonë këtë, por në komentet tua kryesisht në ftesë në pesë në Vitasul në Top Channel, njerëzit të gjykojnë pak, se nuk dua të them të shajnë, për komentet që ti bën për Gjestin. Po, patjetër. Çfarë ka aty? Domethënë, okay, ti je sinqert në publikun, e thua që ky djalë shet, do shesi. Nuk jam merr fitoren në Egli. Jo. Por nga ana tjetër ke dhe kritika. Patjetër që kam kritika, sepse duke qenë që është një produkt i ri në tregun shqiptar të entertainment, të argëtimit, do duhej të kishte disa kritere. Po do thuash ti kush i vendos këto kritere? E bën atë të veçantë? Po pikërisht jam këtu do dole. Do thuash ti po kush i vendos këto kritere? Këto kritere i ka vendosur normat shoqërore, sociale, kulturore dhe ligjore. Mirë po, ka pasur raste që njerëz shumë të famshëm në botë nuk kanë pasur asnjë gjë përveç vetes dhe lëkurës së tyre dhe kanë qenë shumë krijues. Gjesti është një nga ato rastet që ka 40% prodhimtari, krijimtari autentike. Që kush është? Po, ai budalluku në dukje, ajo gallata e tepruar, unë do ta them shqip. E kuptoj. Unë preferoj të flas kështu. Ajo pakujdesia e të vepruarit, ajo skip, si thonë në shqip, ajo skip shko ne po humbasim shqipen që nuk është gjë e mirë, është fatale, kjo duhet thënë, por edhe ne jemi produkti i këtij ambienti ku jetojmë. Po i bën dalje njerëzve thjesht duke thënë një natën e mirë, pa një arsyetim të tepruar, apo fare pa një arsyetim, po u kry çdo send dhe ai aty e kryen punën e tij, që do të thotë prit se ky djali. Shiko, Kim Kardashian ka thënë një fjalë shumë të madhe që kur i thanë që ti nuk bën asnjë gjë dhe je bërë kaq e famshme. Pikërisht të bëhesh i famshëm nga hiçi do të thotë që ti ke diçka akoma më të madhe që të tjerët nuk e kanë. Interesante. Po. Kanë vështrimi. Fiton Gjesti apo nuk fiton? Patjetër që Gjesti fiton Big Brother. Patjetër që fiton. Duam apo s'duam ne, unë nuk bëhem dot fanse apo tifoze as kujt. Kam pëlqyeshmëri, po të një shkallë të arsyetimi që unë preferoj ta them, dhe do ta them që është Gerta, po nuk mundet absolutisht i heq vlerat absolutisht asnjë lloj lojtari tjetër apo të analizoj keqazi një lojtar tjetër. E kuptoj. Edhe Gertën madje në atë nivel pëlqimi që mund ta kem 58, 59 pa shkuar te 60%, ditët i them ku i ka gabimet e saj. Kjo do të na e thuash më një herë pas reklamave dhe do të bëjmë një parashikim 5 minutësh se çfarë pritet të ndodh në këto pak javë që ka ngelur përpara finales së madhe të Big Brother VIP. Datën se kemi zbuluar, por pritet të na e thot vëllai masë shpejti. Ka ikur plot 17 ditë, ka ikur 20% i vitit Mardiola. Po. Ti zakonisht adhuron këto pushime dimërore me bor apo pushimet verore me det? Unë do doja që jeta ti ishte një pushim i madh. Do të bëje mërzitshme pastaj. Jo. Jo. Shiko, ne shqiptarët fjalën pushim këtu e ngatrojmë. Pushimet ne i quajmë aventura,
dhe aventurat i quajmë stërmundim. Ndërkohë që pushim në të vërtetë është të pushosh. Atëherë unë do të thosha, unë do doja gjithë jetën time një pushim aventurë të mrekullueshme. Po i tregoj një ditë njerëzve, miqve të mi që po bisedonin çfarë kërkon në këtë moment të jetës. Dëgjoj, thash dua të kem një vilë shumë të madhe me njerëz që unë zgjon në mëngjes dhe më pyesin se në çfarë lloj forme e do vezën sot dhe çfarë lloj veze do. Ku kuzhinieri personal të pyet, më pas unë të shkoj tek makina ime parkuar para pishinës dhe shoferi ta ketë ngrohur atë, pra unë mos të lodhem duke ngrohur makinën që të shkoj në punë. Kjo do të ishte perfekte. Dhe do doja të më merr dhe mua tek ajo ëndra jote. Të eksploroja gjithë botën, kaq shumë të madhe edhe kaq shumë të vogël njëkohësisht. Domethënë do doja të jetoja. Domethënë mua më lodhin ndonjëherë të fjalimet që ti zgjoh herët në mëngjes të kesh sukses. Unë kam thënë edhe diku tjetër do ta dëgjosh nga urtë. Po, më thuaj. Herët në mëngjes i dashur janë vetëm hallet gjinj. E bukur kjo. Nuk mundesh. Domethënë këto janë parulla të tipit sistemi ty të imponon në një formë apo në një tjetër të bëhesh budall. Absolutisht. Unë çojm kur dua, unë do punoj kur dua. Madje, po lexoja një studim që thoshte që hidhte poshtë gjithë teorinë që njerëzit e suksesshëm zgjon herët dhe thoshte që në momentin që ti zgjohesh herët, ke një lloj i mbaron gjërat shumë shpejt, më pas je i lodhur për të vazhduar pjesën tjetër të ditës me pjesën tjetër të njerëzimit. Ndërsa njerëzit që zgjohen vonë kanë një mini për të kryer gjërat shpejt. Sepse momentin që ti në orën 9 ke kry punë, thuaj çfarë do bësh tjetër, reston tjetër pak tek Bigu. Patjetër. Pse duan njerëzit kaq shumë Big Brother në Mariola? Po, sepse njerëzit janë kurioz për të ditur jetën edhe sjelljet e të tjerëve. Përveç kësaj, ai shumë e duan, por ka edhe një lloj gjykimi për këtë format televiziv që aty gjykojnë ata moralistët do të thosh. Këtu është degenerimi, ndërkohë emisionet me libra nuk i sheh njëri. Janë edhe ato. Po, sepse njerëzit janë të 30 views kanë në YouTube. Do të thonë klikon ai që ngarkon video në YouTube. Sepse njerëzit duan ta marrin gjithçka shumë shpejt, si puna e ushqimit. Në botë kemi më shumë fast food se sa restorante me 5 stars. Dhe ato që janë kanë shumë pak klient. Kanë shumë pak klient. Kështu që tani po të ishte gjithë bota kaq inteligjente, ne ndoshta do të kishim pushtuar planetet e tjerë. Inteligjenca është shumë pak. Ne që mendojmë, unë nuk e mendoj që jam inteligjente dhe do ta gënjeja veten dhe do të gënjeja edhe ty në rast se mendoj se edhe dikush tjetër para meje është inteligjent. Absolutisht. Ne jemi mediokër si njerëz. Se në rast se ne do të ishim inteligjent, do të kishim shkuar, do të bënim xhiro tani bashk me një planet tjetër, sinqerisht. Këtë ta them me sinqeritetin më të madh. Nuk jemi inteligjent mjaftueshëm. Ne jemi njerëz mediokër. Jemi njerëz mediokër. Kolegët e mi të radios po më kërkonin disa batuta nga emisioni, nga ky muaj për ta bërë tip promoje dhe mendoj që ky emision i sot është emision i duhur me gjëra që ti ke thënë. Pra ne jemi njerëz mediokër. E ke thënë ca perla pa më parë. Por e ke menduar ndonjëherë vetëm pjesë Big Brother jo si banore, por ku di unë si opinioniste? Që të them ja do ta mendoj. E ke parë ndonjëherë veten në atë pozicion ose ta thonë njerëzit që mund të shkonte? Jo, këtë e di, po, mund të edhe ma kanë thënë kjo është e vërtetë se nuk mund ta mohoj, por nuk është se nuk e di si do ta përballonin njerëzit gjykimin tim, ose arsyetimin, më fal, se ndonjëherë dhe unë gjykoj, dashur pa dashur, edhe unë kaloj në atë nivelin e gjykimit. Do ta thash, ne jemi njerëz mediokër, duhet thënë. Por në nivelin e arsyetimit nuk e di si do të ma prisnin të vërtetën. Po, ne kemi nevojë për njerëz që ta thonë të vërtetën. Absolutisht. Shumë e vërtet, shumë e egër edhe me atë që do të më përgjigj egër në sensin që do t'ja thosha të vërtetën, ashtu si nuk do donte kur ta dëgjonte dikush. Po e zëm se ti je opinioniste nesër në Big Brother dhe ka ndodhur disa situata. Kryesorja është kjo e Eglit. A të thash që është emisioni ideal për të bërë një promo radiofonike bashkë me gjëra që ti thua dhe me të shtimën time. Dhe Ledioni të mëson lidhjen me shtëpinë për të bërë një analizë loje rikthimit të Eglit dhe sjelljes së Gjesit. Çfarë do i thoje ti këtyre të dyve?
Një gjë që nuk e ka thënë. Thosha Gjestit, përveç se që i thonë të gjithë që mos rri me brek në shtëpi, unë t'i thosha Gjestit do të shkonte shumë t'i kishe hequr fare të mbarë. Ti ishte brekët? Po, patjetër, mund t'i ishte. Mund t'i ishte sepse dëshira e tij është të ri fare. Po, ndihet shumë i lirshëm dhe duhet ta kuptoni, nuk është thjesht një strategji. Ai ndihet i lirshëm pa brek. Ai ndihet i lirshëm në lëkurën e tij. Gjesti ndihet i lirshëm pa brek. Në lëkurën e tij. Ka shumë njerëz të cilët e bëjnë këtë. Tani mos na bëj të nxjerrim zorë të bardhë. Jo. Unë mendoj që është okay që ti të rish në shtëpi me lëkurën tënde, edhe ta duash trupin tënd. Pastaj në rast se çfarë do t'i thoja në lidhje me lojën e Eglit, do t'i thoja që patjetër që vazhdo dhe luaj deri aty ku Egli të kundërpërgjigjet me efektin pasqyrë. Që ajo ka filluar e ka bërë pak to, domethënë dje, po që s'është ai efekti pasqyrë. Domethënë është duke ndërtuar, nuk e ka menduar mirë, por ajo po bën një aktrim të shkëlqyer, duhet thënë, dhe ka bërë një skenar shumë të mirë që po e vën në këngëtare, aktore, regjisore teatri e ka bio. Aleksandra Tako. Dëgjoj, por imagjinon ndodhi çdo të bëhej aty në publik edhe çdo të bëhej me shqiptarët në një në televizion mund ndjekur në vend. E pa kulturë, e degeneruar. Mund edhe ti pëlqente. Po ti je në lidhje live, të gjithë janë duke parë Big Brotherin dhe ti thua Gjesti, të lutem, hiqi brekët. Dhe ndiu rehat me lëkurën tënde. Po. Ç'të keq e kam. Është Gjesti personazhi i vitit në showbiz? Po, është. Na duhet një i tillë, nuk e kishim. Po, do mbahet më gjatë. Nuk besoj që vitet është më interesant, nuk dua të them më i fortë, sepse e forta për ty dhe e forta për mua. Për mua ka nivele të të ndryshme. Për ty mund të jetë i fortë një ajo që është e drejtë për një mizë, nuk është e drejtë për një flutur. Por mund të themi që Gjesti është banori më interesant që ka pasur në Big Brother në 4 vite? Po, patjetër. Mund ta themi. Dhe jo vetëm në 4 vite, po edhe në vitet kur njerëzit kanë qenë njerëz të thjeshtë, kjo duhet thënë. Interesante. Me kë është e Gjestin ti kok më kok në fund fare? Po, në fund me Rozanën. Me Rozanën nuk tani të lutem, mos ja ham hakun Rozanës. Gertës. Sa dhe mua më pëlqen Gerta, po shoh që i mungon diçka për të qenë aty në fund fare. Gerta nuk dua ta justifikoj fare këtë të qenurit nën, po të qenurit nën në Shqipëri të penalizon në sensin që ti ke me përballë publikut, ti do të ruash një statur, do të ruash një status, do të ruash një figurë, të cilën Gerta her pas here do të shpërthej dhe ta bëj, por tërhiqet sërish. Dhe kjo është të qenurit nën, jo të qenurit nën që të pengon për absolutisht. Ajo të qenurit bashkëshorte, se edhe këtu e ka. Kurse Rozana është më e lirshme te kjo pjesë dhe mënyra se si Gerta ka impulsivitetin në krahasim me Rozanën, që Rozana e ka vetëm me shpërthime këtu të paktën te ky Big Brother, sa më përpara Rozana kur ishte në kulmin e moshës së saj e kalonte Gertën, mua edhe çdo tjetër që mund të mendohet si një njeri agresiv, Xhibanin dhe me radhë. Por me kalimin e viteve ka perfeksionuar strategjinë e saj dhe është ky rezultati tani që duhet thënë, është një lojtare e mrekullueshme. Mardiola, kemi mbërritur në fund edhe duke qenë se mua më pëlqejnë këndvështrimet, jo opinionet, dua të them këndvështrimet e tua. Jo opinionet. Ato që po na dëgjojnë tani në radio, mes tyre mund të ketë njerëz që janë zgjuar të trishtuar, e kanë humbur fare, kanë humbur veten, kanë humbur shpresat. Do më po kaloj një ditë dreqi, le ta themi. Çfarë keti për të thënë që ta mbyllim bukur? Po një gjë siç di ti, ama jo si këto që hapin faqe librash dhe zgjohu sot motivon nesër se jeta do të shkëlqej. Përveç se byçës tënde askush tjetër nuk të nxjerr nga ajo situatë. Kështu që çau edhe lëvize atë dreq. Work it, yeah. Unë sa po kujtova që ne bëjmë një emision para orës 12 të drekës, por çfarë si ka? Top Albania Radio është një organ si gjithë organet, si krau, para krau, këmba. Është si hunda. Barku, hunda, veshi dhe faqja. Është shumë normale. Pse duhet të jetë? Asun se kuptoj në fakt se duhet të jetë. Dhe ne ulemi mbi të. Dhe ne shtypim. Ajo na mban gjithë ditën. Dhe ne, po pikërisht sepse ne shtypim dhe ajo nuk është ankuar asnjëherë. Ku?
O zot, jam dëgjoj, ka momente që e dashuroj veten time profesionalisht. Dhe bën shumë mirë. Dhe unë mendoj që jam një nga gazetarët më të mirë të gjeneratës time. Dhe ti ke për të arritur shumë Dhe lart. e di që këtë nuk e thot askush për veten e vet në media, madje unë një herë që e thash, më morën një mikesha ime tha të lutem mos e thuaj më. Pse? Tash pse mi? Po dukesh mendje madh, dukesh arrogant. Pa ish mendimi im, jo jote. Po pikërisht pra unë e mendoj këtë gjë për vetëm, pse mos ta them? Atëherë. Zonja dhe zotrinj, një bisedë siç vetëm unë dhe ajo dim ta bëjmë. Ardiola Baco, të falenderoj shumë që zgjodhe, që honën. Je shumë i mirë, dhe unë të kam shumë xhan. Të uroj një javë super të bukur e një ditë të bukur në vazhdim. Këtu përfundon The Live from Tirana për ditën e sotme. Ne do të ridëgjojmë nesër, deri atëherë bëfshit qef.